Mirëmbrëma të nderuar teleshikues. Me gojën plot do ta them që ky mund të jetë emisioni më i rëndësishëm për ju, sepse mendoj që ajo që të flitet sot në studio është shumë e vlefshme për jetën tuaj pavarësisht moshës apo gjinisë. Dhe një nga gjërat më të rëndësishme dhe një nga mea culpat më të mëdha që ne si qenie njerëzore duhet të bëjmë. Nuk do mbas shumë kohë, se do kemi kohë që të kuptoni se për çfarë do të flasim dhe ku do të përqendrohemi sot. Dua të prezantoj të ftuarën time dhe do thoja që nuk mendoj që e kam përdorur ndonjëherë, po e ftuara ime sot është një xhevair i çmuar i shoqërisë shqiptare. Shumë njerëz nga ju që e njohin, jam shumë e sigurt që ndajnë të njëjtin mendim me mua dhe unë nëse do të isha një ditë ministre e bujqësisë, do ta financoja vetëm për të bërë kërkime dhe do të thoya ti mos bëj më asnjë punë tjetër, rri këtu dhe vazhdo të bësh punën që ti bën me aq pasion dhe në mënyrë vullnetare. Recetat më të vjetra të shqiptarëve, duke ruajtur traditën dhe kulturën, por duke na ndriçuar edhe cilat ishin bimët më të lashta që ne kishim, nga i trashëguam, nga erdhën si origjinë, si u përshtatën, dhe të kthyera këto në receta, pa kaluar në patetizmin e një recete kuzhine, por duke folur për vlerat ushqimore, për rëndësinë kulturore dhe gjithashtu për riciklimin ushqimor. Ne jemi shumë egoist, shohim luftra për ditë dhe mbas tasierave tona ndonjëherë bëjmë sikur japim dhe ndonjë reagim. Ndërkohë ne jemi shpërdoruesit më të mëdhenj në planet. Ne jemi ata që ushqimin, një bekim nga Zoti dhe nga natyra, e hedhim dhe e shpërdorojmë. Jemi ata që ndoshta në 2025 ka ardhur momenti që të bëjmë një mea culpa të madhe dhe ka ardhur momenti që ta trajtojmë ndryshe. Ajo i ka dedikuar jetën kësaj gjëje, ka një sër shkollimesh dhe me batut i thash nuk do na dilte emisioni për të folur vetëm për shkollimet e tua, por diplomën e saj të fundit e ka për agronomi, edhe pse jam shumë e sigurt që të gjitha vlerat e saj janë rritur bashkë me të me shumë kërkime dhe me shumë research rrugës. Unë ndihem shumë krenare që ajo është një grua shqiptare dhe mezi po pres që ta dëgjoni dhe ju në një bisedë filozofike, jo vetëm për ushqimin, por dhe për jetën, zonjën Dhuratë Athanasi. Faleminderit, nuk e ka bërë njeri këtë hyrje kaq të madhe, nuk e di ne e meritoj. Faleminderit. Në fakt, me batut, unë të pyeta si e ke mbi emrin, sepse unë jam mësuar Dhurata e Lugës Argjend. Telefon, gjithë bisedat me mikeshat, ti ke ndërtuar një brand që e ka tejkaluar Dhuratë Athanasi, nuk për këtë të përgëzoj, mendoj që është ëndra e çdo gruaje në biznes, që bebi dhe foshnja e saj, sidomos ku ka dhe pasion, të bëhet më e madhe se ajo, ashtu si ne duam edhe për fëmijën që të bëhen më të mëdhenj se ne. Urime, ti ja ke arritur, por mendoj që nuk ka qenë një rrugë e lehtë. Ashtu është, patjetër, shumë faleminderit njerë, ndjem shumë e vlerësuar. Që t'jem edhe në këtë emision mbi të gjitha, por edhe në radio televizionin shqiptar, të cilin e vlerësoj shumë. Po e drejtë është, shpesher pjesa e emrit ndonjëherë bëhet më i madh se personi që e ka krijuar, sepse nuk është vetëm personi që e ka krijuar, është një sër njerëzish që punojnë në gjithë këto vite që kanë bërë që jo unë si Dhurata, po Luga Argjend të jetë aty ku është sot dhe të prezantoj më të mirën shqiptare, po më të mirën edhe të natyrës, edhe të asaj çka ne si shoqëri duam të arrijmë për sa i përket ushqimit. Dhe thash, nuk jam vetëm unë, unë nuk do të isha aty po mos kisha pasur ndihmën, fjalët, mendjen, gojdhënat, një recetë të vjetër të ruajtur në pusull, nga një nip apo një mbes, takimet me gjyshet, takimet me gjyshrit, me njerëzit nga çdo cep i Shqipërisë, kanë ngelur shumë pak vende pa parë mendoj. Është një udhtim pothuajse 15 vjeçar i përditshëm, jo se Shqipërinë e njihja edhe më përpara, po jo kaq shumë, e njeh që foshnjë me fjalët e babait tim, i cili ka qenë gjeolog dhe ka patur fatin që ta shtisë Shqipërinë për arsye të punës dhe na e sillte atë nëpërmjet rrëfenjave të tjerë, nëpërmjet narrativës që na tregonte mua dhe tim vllai, nëpërmjet atyre mollëve të peshkopisë që na sillte, apo ndonjë rakije të mirë nga Përmeti, apo diçka të veçantë, hurmat më kujtohet nga zona e Krujës që na i sillte. Pra gjithë këto aroma, pastaj të mbetura në
në mendjen edhe në ato skutat e mendjes time të fëmijërisë që t'i ruan si mbretëria më e pafajshme jotje, u përkthyen dhe u futën për të më çuar në atë pasionin tim për ta zbuluar Shqipërinë nëpërmjet aromave, nëpërmjet gjithë këtyre rrëfenjave që tregojnë jo vetëm historinë e pushkës dhe të luftës, atë që thatë shumë bukur ju, për atë historinë e njerëzve të thjeshtë që e kanë bërë Shqipërinë nëpërmjet produkteve, nëpërmjet atyre reçelrave, nëpërmjet zajreve, nëpërmjet gatesave të festave të ndryshme që ne kemi, festrave të shatit, festra fetare apo pagane, festa bjeshkësh apo festa lëmi që i thonë, festat e fushave. Kështu që gjithë ky ansambël jashtëzakonshëm i një Shqipërie të patreguar, kam dashur ta sjell në këto 15 vite që kanë bërë jo vetëm lugën e argjend, po dal nga dal, unë kam qenë ndoshta e para që e kam filluar këtë lloj rrëfenje kulinare, apo këtë rrëfenje të bukës që mund ta quaja, dhe dal nga dal jemi këtu ku jemi, sepse ne bukën asnjëherë s'e kemi vlerësuar, flas për sa i përket kur vjen në establishmente të mëdha, siç është qeverisbërja apo për të zënë vendin e dur dhe të merituar që duhet ketë, sepse gjithmonë puna e grave, puna e zonjave të shtëpisë që kanë gatuar, është quajtur aty para aty si e sigurt, diçka që është e mirëqen, kupton? Gjë që asnjëherë nuk është shkruar si pjesa tjetër e historisë sonë. Ne kemi shkruar historinë e luftës. Më pëlqeu ajo që e fillove ti, mbas tastierave, ishte shumë e gjetur. Historinë e njerëzve dhe sidomos të burrave, po mbrapa atyre burrave, mbrapa atyre kuvendeve që janë bërë, kanë qenë gjithmonë gratë që kanë gatuar flit, kanë gatuar mëmligat, kanë gatuar byrekët, kanë sjellë nëpër vatra rakit, ku burrat kanë ngrënë dhe kanë vetëm shijuar. Kollandrisnin shpinë, i thonë. Çdo gjë. Gratë kanë qenë ato që burrat venin, selbete kanë qenë ata që sillnin leku në shtëpi, për ta ndonjëherë edhe nuk e sillnin. Jo gjithmonë, sa do ta thënë. Edhe ndonjëherë edhe nuk e sillnin, sepse mund sillnin diçka ose antikisht sillnin predën, atë që merrnin një derë të egër apo një sorkadhe që e sillnin në shtëpi, dhe këtë gratë duhet ta bërë, duhet t'i shfrytëzonin që nga kocka edhe brirët, që i bënin në vëth, po të shikosh në zonën e vikingëve, i kthenin të gjitha në bizhuteri apo në mjete punës, me fjalë me bri bëhet gjithçka, po ishin gratë që punonin. Me fjalë, mendja e tyre ka qenë gjithmonë që ishte në funksionim dhe për arsye të ndryshme shpeshherë ca zanate u kalonin burrave që më vonë mos t'u kalonin, sepse gratë martoheshin gjetk dhe mos ta çonin zanatin gjetk, për ta ruanin këtë gjë. Për shembull në zonën e Shëngjergjit ose në disa zona si dhe në Dibër janë disa zanate që ruhen nga burrat, që sot duken çudi. Me fjalë, qyllëmbërësit e Shëngjergjit ishin burra, sepse zanatin nuk donin ta çonin gjetk dhe të venin gjithmonë në Shëngjergj të blinin. Kështu që këtë kam dashur të tregoj, sepse për mua ushqimi ka qenë mjet për të treguar një pjesë të shoqërive tona. Dhe ne nuk e kemi prekur asnjëherë shoqërinë agrare, shoqërinë fshatare, ku ka lindur qytetrimi. Çdo gjë ka lindur aty. Dua të ngelem te nostalgjia dhe më tregove që kishe shumë nostalgji kur hyre në radio televizionin publik shqiptar, sepse ke shkelur që herët. Po, unë kam qenë, është një gjë shumë, gjithmonë ndjej emocion për këtë institucion. Unë kam qenë e vogël, kam qenë nxënëse të shkolla 11 janari, tani është shkolla e Dit Durham. Më vjen gjuna, sepse 11 janari është krimi i Republikës së Shqipërisë, po gjithsesi kam shumë respekt dhe për zonjën e Dit Durham, një antropologe jashtëzakonshme, e cila në një farë mënyrë e gjej veten tek ajo, sepse ka në mënyrë antropologjike ka studiuar Shqipërinë. Vjen një zotëri me mbiemrin Shkjezi, ishte djali një regjizori, Paulin Shkjezit, dhe vjen dhe na merr dhe na vë gjithë nxënësit të lexonim Këndimin, quaj atëherë, kur ka qenë libri i Këndimit, që ne edhe konspektonim dhe fillova unë të recitoj dhe të lexoj librin dhe nuk e dinim çfarë do na zgjidhin. Më vonë mësuesja vjen, ka qenë një mësuese gjuhës shqipe, Zyshen Erieta, dhe na thot
Dhurata je përzgjedhur për të marrë pjesë, me një fjalë, çdo të shtunë mbas dite, Radio Televizioni Shqiptar të ka zgjedhur seksioni radios për të regjistruar radiodramatizimin për fëmijë që ishte. Them drejtën, u çudita dhe ne atëherë i merrim leje prindërve njerë. Ka qenë kështu, nuk vendosnim dot. Në një anë u kënaqa jashtëmase, por kur vajta në shtëpi u thash të mive që më kanë zgjedhur për të folur në radio dhe çdo të shtunë për 6 vjet unë kam regjistruar këtu, mund t'jenë në arkivat zëri im, radiodramatizimin për fëmijë, ishin pjesë të shkruajtura nga shkrimtar shqiptar, të cilët ne i regjistronim me role. Më vjen natyrshëm të të pyes, sepse mua më ndodh se kur kthehem pas shumë vitesh diku, bëj një krahasim të vetes time. Duke krahasuar me vajzën që regjistronte në radio dhe sot je në Radio Televizionin Publik Shqiptar si një grua kaq e çmuar ashtu si unë të përshkrova, ma merr mendja që nuk ishte në imagjinatën e asaj vajzë e vogël. Por ti si ndihesh për atë vajzën e vogël? Po, unë e dua shumë sepse e kam rigjetur. Unë pata një periudhë mbas asaj vajzës nga klasa e 5 deri në klasë të më duket kam filluar nga e 5-ta deri në klasë 8, pastaj edhe një 2 vjeçar në gjimnaz. E kam rigjetur sepse pata një periudhë në gjimnaz që fillova të bëhesha teenager dhe u bëra shumë shaj. Ishte ndoshta edhe periudha atëre, edhe kam rigjetur veten shumë vonë të jem shumë e hapur, pa komplekse, edhe me moshë vjen, edhe me kur bësh nën më vonë që krijon mundësira dhe lëvizje nga jeta ime ka qenë shumë e lëvizshme dhe më duket sikur e kam gjetur atë shoqen e klasës 5, kur kam qenë. E brisht ka qenë, po ka qenë gjithmonë një vajzë shumë e hapur, shumë e çiltër. Jo se më ka humbur çiltërsia gjatë rrugës, përkundrazi më shtruar më shumë, por pata një periudhë mbylljeje, një periudhë që unë kam kaluar ato vitet e tranzicionit që për shumë arsye kërkoja pse të kishin ndodhur ca gjëra, sepse jetonim në një bubble, unë jam gocë e zonës së bllokut, në kuptimin jo kam jetuar në bllok, po trekëndçim ka qenë stadiumi Dinamo, 11 janari, me një fjalë jetonim një çik në një farë mënyre, në një lloj flucke që nuk kuptonim ca gjëra dhe kuptonim ca gjëra që nuk më pëlqenin. Dhe i shpreha shpesh, unë jam vajzë rebele në natyrë, nuk kam frikë, nuk kam qime në gjuhë për ta thënë mendimin tim gjithandej, edhe pse duke me ëmbël kështu, po e them mendimin tim, pra nuk bëj kompromise në gjërat që unë mendoj. Ndoshta vonë kam kuptuar që edhe shenja luan rol, unë nuk kam qenë shumë mbas shenjave të horoskopit, po unë jam ujor, jam kundër rrymës, jam mi fjalë, qofse s'më pëlqen, jam shumë dhënëse, jap shumë shpirtin tim për në një raroj dhe veten. Ama kjo ku të kushton dhurata? Ti e ke paguar? Kushton. Po, nuk e di, nuk i shikoj gjithmonë pjesën e errët, pa tjetër, pa diskutim, po qarë unë kam gjithmonë optimizmin dhe ndoshta ajo më ka bërë të jem mirë. Për shumë në një periudhë që ne kalonim këtë periudhën e vështirë ku unë them, kanë qenë ato vitet që ndryshonte sistemi dhe ti ishe kundra shumë gjërave dhe thoshe po bëj mirë sepse nuk ishte kjo liri që kemi tani, edhe pse shumë gjëra ne mendojmë që nuk shkojnë mirë, se LBT është një shoqëri e hapur dhe atëre sa po hape shoqëria dhe ishte e vështirë thoje fjalën tënde, por që unë mendoja në ndryshimet e para isha sa po kisha dalë në këtë botën e të menduarit vetë jashtë familjes, mendoja që duheshin thënë gjërat dhe këtë kam bërë, kështu që me kostot vogla, por që ja vlenin. Çdo kosto ja vlen kur i shikon bën një retrospektiv dhe mendon që gjërat ja kanë vlerë pse i ke bërë. Ja vlenin për një shpirt të lirë apo për një mendje të qetë? Më shumë për një shpirt lirë, unë nuk e kam mbajt mendjen asnjëherë se kam pas qetë. Gjithmonë mendja ka qenë në turbullime, sipër në ecje për të bërë diçka të re, për bëja diçka të re, në qoftë se bëja diçka të re, një punë të re që doja të bëja dhe të arija, në momentin që arija, thash, për mua më dukej, më fjalë e zakonshme, për mua është problematike.
kur bëj gjëra të zakonshme, nuk në darkë kur vete në shtëpi them vetes, se ke bërë gjë, dua të bëj gjithmonë diçka të re. Diçka të re për të qenë jo unë avangard, po për të kënaqur shpirtin tim, për të bërë diçka për të kaluar vetë. Drejt. Kjo është më shumë, sepse edhe diçka që unë mendoja se ishte progresive, progresiv. Në fjalë, gjithmonë kam menduar për diçka progresive, por që jo detyrimisht çdo gjë e re është progresive. Gjithmonë e kam pasur mendimin që ajo çka bëj duhet vlej, duhet të impaktoj njerëzit, të ndikoj tek njerëz, të ndikoj tek familja ime, në të mirën e gjërave. Ama ndodh shpesh që çfarë vlerësojmë ne më shumë te vetja, nuk na i vlerësojnë të tjerët. Një nga arsyet pse të tjerët nuk na i vlerësojnë është sepse nuk e dinë kalvarin e vuajtjeve tona dhe nuk arrin ta perceptojnë arritjen siç e perceptojmë ne vetë. Për shembull, për mua që të ndjek si një fanse, do specifikoja arritje si libri i fundit që ti ke bërë me gjithë recetat e qytetit e Kurbinit. Rrethit Kurbinit. Po, drejt, lutem. Ndërkohë, patjetër arritje do thoja krimin e lugës argjënt. Një tjetër arritje do numëroja krijimin e çokoladës së parë autoktone shqiptare, që ti e shpjegon aq bukur dhe tashmë ka bërë namin gjithandej. Personalisht si na parë nga larg do vlerësoja këto si arritje sepse kaq mund të shoh tek ty. Tani na rom gruaje, ne duam të shohim përtej gjithë arritjeve që e dim. Personalisht për ty, ndoshta edhe për familjarët që ne na japin atë feedbackun super të sinqert se na din dhe hallet kur jemi ne shqiptarët. Cila është arritja më e madhe për ty? Shiko, unë çuditërisht Ina nuk e kam pasur asnjëherë merakun e çfarë sa më njohin të tjerët arritjet. I kam bërë gjithmonë gjërat për hir të ndikimit që ajo çka unë bëj, dhe nuk dua të jem shumë, e kam këtë problem të madh kur detyrimisht duhet të vlerësoj punën time. E kam çik siklet këtë gjë. E them shumë sinqerisht. Ndoshta të gjithë. E kam shumë sinqerisht, me fjalë, edhe pse shumë gjëra i kam bërë para. Jam e bindur për këtë gjë dhe flas për Shqipërinë. Po, se kjo është një matje racionale. Shpesher, jo vetëm për Shqipërinë. Gjëra që ne i bëjmë në Shqipëri ndonjëherë jam shumë e lumtur që jemi shumë përpara avangard, edhe rajonit ton, Për shembull, çokolata që ne kemi menduar, sepse nuk jam vetëm unë, jemi 3-4 partnera aty bashk, po kur e kemi nisur këtë gjë, të bësh diçka me një produkt shqiptar, sepse çokolata në vetvete vjen nga Afrika, vjen nga Amerika Latine si frute etj, po edhe Zvicra andej e merr. Edhe të gjithë, pra, edhe Perugina nuk është, po të krijosh një diçka ku qendra është shqiptare, me një fjalë të punosh me rrog buja në malësi të madhe, me alpetën për të marrë fikun e roshnikut, pra të mbledhësh gjithë prodhuesit shqiptar dhe të sjellësh një çokoladë, e kemi bërë vetëm ne në Shqipëri. M'fal, flas si shqiptar, nuk po flas si dhurata, Thanasi. Ne asnjë nuk e ka bërë. Ne kemi bërë një ulumtim të jashtëzakonshëm se kjo ka lindur që në 2018 dhe këto lloj arritjesh jam shumë krenare, që jo si dhurata, po si gjithë ne shqiptarët jemi në atë gurin e parë të themelit. Po duket të përgëzoj dhe kryeministri. Na përgëzoj dhe kryeministri, faleminderit për këtë gjë. Jo, ai na kishte zgjedhur nëpërmjet të tjerëve, pra në ITB Berlin vajti çokolata jon dhe ai ishte i lumtur sepse aty e mori vesh çfarë po ndodhte, sepse jo të gjitha gjërat i di kryeministri çfarë ndodh. Kryeministri jon i vlerëson këto shumë. Besoj se po, i vlerëson sepse me sa kuptoj unë ai vlerëson sipërmarrjet e vogla që bëjnë bujë, po që janë edhe në një farë mënyre janë inovatore në qëndrueshmëri dhe në rrjetëzim të qëndrueshëm e quajon këtë. Pra nëse ti jep një vlerë produktit tënd ku dhe ai në malësi të madhe, po edhe ai që ka krypën e Vlorës, bashkojnë në një çokoladë që kanë bërë wow, kur na e kanë parë në Belgjik, jo me të vërtetë këtë gjë, sigurisht sjell krenarit përbashkët, nuk është vetëm e jotja. Ne jemi gjithë në një rrugtim dhe të jesh në një rrugtim është çdo ditë përpjekje. Sigurisht vë gur themeli, vë gjëra të mira, kjo gjëja që ne promovojmë Shqipërinë ka lindur shumë natyrshëm dhe tani jemi
kjo që jemi është dashur shumë punë për të bërë që të njihet mishavina malësisë madhe, është ka dashur shumë përpjekje që të njihet fiku i rushnikut se përmenda, apo djathi i zimi veriut, apo flia, apo shqeto e përmetit, apo portokalli borshit, apo fasulja trenare e Korçës, apo qepa e drishtit. Pra gjithë këto thesare të Shqipërisë që ne i kemi, që ti nuk mund ta shijosh dot tavën e krapit pa qepën e drishtit. Është e pamundur, nuk të dele njëjta. Një shkodran do ta hedh syve, thot, ja marr, nuk është qepe, nuk është gatimi jon. Kështu që të gjitha këto janë pasuri kombi që ne duhet i ruajmë për të ruajtur atë çka the ti, biodiversitetin shqiptar, produktet tona, të dalët tona në treg, sepse nëse ne kemi njësoj si qepa e Tropeas dhe ne na fundos Italia. Nëse ne nuk kemi prodhimet tona të cilat duhet i brandojmë, duhet i certifikojmë, t'i bëjmë produkte të cilat kanë një cilësi të lartë, të rrisim atë vlerën dhe dalim në treg me një çmim që meritojmë ne shqiptarët, por dhe mos ta kthejmë fushat tona ambar vetëm për Evropën. Të shkatrojmë atë dhe të torturohemi, sa herë që ngjerim diçka në treg, është komplet thonë, është me pesticid, është me problematika të ndryshme, pse? Sepse ne ato fusha i mbjellim gjatë gjithë vitit me të njëjtën kulturë bujqësore. Patjetër që do kem probleme. Nëse ne ruajmë këtë pasuri dhe nëse produktet caktuara do bëhen në territoret e caktuara që kanë një kulturë agrare shekullore, ne do ruajmë jo vetëm produktin ton, të cilin do jemi në rreth par krenar shqiptarët për ta ngrënë njerë shqiptarët, por do kemi mundësinë ta nxjerrim dhe në terregjet e huaja me dinjitetin që meriton. Dhe gatuan dhe gatimet me to. Po, do t'i lë një ndjekësit pak me këtë shije, ne do të kemi pak minuta publicitet dhe do kthehemi në studio për të folur për riciklimin ushqimor. Jemi rikthyer në studio me dhuratën. Më vjen shumë mirë që na ra fiks publiciteti në pjesën ku po diskutonim për prodhimin shqiptar, mbi prodhimin. Mua më ka rënë rasti të shoh shumë video ku agronomët thonë që kemi shumë mbetje, pra na ka ngelur shumë produkt. Një produkt që shumicën e rasteve ose hidhet ose riciklohet deri në maksimumin në plen, ndoshta mbasi kalbet, nuk e di në çfarë teknika është. Dhe ndërkohë, paralelisht shohim se si në Gaza ne nuk mund të çojmë ushqim për fëmijët, apo problematika që kanë fëmijët në Afrikë që asnjëherë nuk kanë ujë, asnjëherë nuk kanë ushqime. Dhe nga ana tjetër, një vend kaq i vogël sa ne që mund të merremi vesh, ashtu si merremi vesh për të sjellë vezën e freskët nga një fshat i Lushnjës deri në Tiranë, nuk arrim të merremi vesh se çfarë mund t'i bëjmë këtij lloj shpërdorimi ushqimor, apo atë që ti the më përpara, se cila do t'ishte fara e dur për një X zonë që ne të mundemi me një zonë të vogël, mos të konkurrojmë zonat të tjera më adapte për atë produkt, për të prodhojmë për të gjithë Shqipërinë. Ti e marrë shumë e riciklimin, unë personalisht bëj gjëra shumë amatore në shtëpi, ndonjë turshi, ndonjë perime të ngrirë, deri këtu arri në ekspertizën time. Cila do t'ishte zgjidhja ideale për ty dhe si një agronome, sepse ti tashmë Po jam inxhinier agromedisi, po i prek të dy çështjet. Kjo njërë i na lidhet në radh parë sigurisht me atë çka thatë ju, me dëshirën që kanë njerëzit për të bërë pjesën e riciklimit, edukimin e tjera, po lind mbi të gjitha me politikat që duhet ketë shteti. Pa politika të mirë trajtuara dhe të mirë ndjekura nuk bëhet asnjë gjë. Çfarë do thotë bësh politika të mira? Do të thotë që sigurisht të ofrosh mundësinë që toka shqiptare, toka jonë, po nuk vlen vetëm për Shqipërinë, vlen për të mbillet sipas stinëve. Ne kemi haruar stinët, ne nuk i studiojmë ato dhe bazuar mbi stinët ne ngrëm edhe produktin që ngrihet dhe ngrënien sipas stinit, gatimin me stinët dhe mos përdorimin e produkteve. Qofse ne do prodhojmë domate gjatë gjithë vitit, nuk e kemi punën terezi. Nuk e kemi punën terezi për shkak se njerëzit
njerë e blen, njerë se blen, shpesher prodhohet më shumë se ç'duhet, sidomos në periudhën e pranverës, nga fillimi i pranverës e deri në fund të tetorit, ku futet edhe në prodhim serash, ndërkohë që domatja duhet jetë patjetër e fushës, është një produkt molleart e quajnë, është një produkt i cili patjetër duhet jetë, jemi vend mesdhetar dhe duhet domatja e fushës që unë e zgjedh ta blej, është edhe më e lira, është edhe më ban aromën të mirë dhe është më e mira. Është më e mira dhe ka mundësi kjo. Ne kemi ndryshuar shumë gjëra, mënyrën se si kemi bërë bujqësinë, duke e transformuar atë nga bujqësi ekstensive, pra të gjerë, bujqësi e bërë sipas territoreve, në bujqësi intensive. Duke quar pastaj hera erës, duke bler më shumë prodhim se ç'duhet, dhe duke, siç thash, politikat janë gjëra më rëndësishme. Çfarë do thotë merresh me politika, të bësh politikë të mirë agrare? Do thotë që gjithë rrjeti i supermarketeve nëpër Shqipëri duhet patjetër që prodhimi në momentin që kalon fazën e duhur të ndritjes në banak ose në ato në frigoriferët, po edhe në banakët ku ofrohet, duhet patjetër të ketë një zinxhir tjetër që ta marrë dhe ta kthejë në përpunim. Pra, në Francë është bërë një gjë e tillë për të ulur ndjeshëm shpërdorimet e mëdha që bëhen, sidomos nga këto që janë futësit kryesor të ushqimit, që janë mencat e shkollave, mencat e ndryshme që mund të shikojmë aty. Një pjesë dhe një pjesë e madhe pastaj që bën industria e madhe e turizmit. Një pjesë e madhe e ushqimit, për shembull, mua më ka qelluar një herë në jetë, shumë vite përpara, dhe nuk kam vajtur më, po kjo është zgjedhja ime personale. Jo, në Turqi kam qenë në Egjipt për herë të parë. Diku nga viti 2011, ndoshta më përpara, kam vajtur në një nga këto all inclusive. Për herë të parë dhe thash kjo është hera e parë dhe e fundit që unë vi në këto vende ku gjithan haj vetëm 0.3% e ushqimit që ishte aty. Njerëzit merrnin, hanin ato 10 ditë që ishin dhe shtonin nga 5 kg. Nuk e di, ushqimi ishte nga gjithë bota që mund të haje dhe pjesa tjetër hidhe. Ju pyeta njerë, çfarë bëj me këtë ushqim? Imagjino sa all inclusive ka në botë. I dhe gjitha i ushqim. Po sa të pastre ka në Egjipt? Po, pjesat, jo vetëm pastre, ata që shërbenin, njerëzit që shërbenin ishin, merrnin nuk e di se sa, me një fjalë nuk e di se sa më pak nga ajo që ne harxhonim në ditë. Në fjalë ishte një gjë makabre. E njëjta gjë më ka qelluar kur kam jetuar bashkëshorti im, kemi pasur fatin të punojmë një periudhë kohe kur nuk e njifte njëri Emiratet. Kemi jetuar në Dubai dhe në Doha, dhe aty ushqimi ishte shumica e tij hidhej, sepse janë këto qendrat e mëdha tregtare ku ti veje, mund të haje, bëje, me një fjalë, ushqim që prodhohen në mënyrë masive dhe gjitha hidhej dhe ndërkohë pjesa beduine, pjesa e njerëzve nuk kishin ushqim tani, jo në Emirate, por në vende të fqinj, sepse aty nuk ekzistonte një gjë e tillë. Jo vetëm në këto vende Afrikë që përmenda, po se unë kam punuar në vende të tilla, kam punuar në Sudan ku vdisin urije, s'kishin ushqim tanim, po flasim edhe për Shqipërinë, ne kemi realitete në Shqipëri ku kemi fashat popullsisë që nuk kanë ushqim tan, janë njerëz që jetojnë në kushte ekstreme, kush jeton dhe kush punon si puna ime që lëshëtit gjithë Shqipërinë është diçka që preket, kështu që shpërndarja e ushqimit dhe mirë ciklimi i ushqimit, jo duke u parë sikur po ha një ushqim të përdorur, por përdorimi me mend i ushqimit duhet fillojë nëpër shkolla, duhet fillojë në shkollat e kulinarisë që hidhet dhe nuk kuptohet çfarë bëhet. Turp në dhurata. Pse fëmijëve vjen turp të marrin ushqim? Po sepse u krijua kjo kulturë, krijua fillimisht ne. Unë vi nga një familje që le të themi me mirëqenie, në kuptimin edhe më përpara, me fjalë vi nga dy prindër që kanë qenë me shkollë të lartë, kanë pasur një rrogë të caktuar. Po, drejt. Jo, kanë qenë mirë si një pjesë tjetër dhe nuk na ka munguar asgjë. Thënë këtë, ne jemi ai brez shkollor që edhe në universitet e merrnin bukën me vete. Dhe nuk bën asgjë më të keqe, tani kam filluar edhe në shkolla në Amerikë të futet kjo gjë që ta marrin me vete.
influencerat trendi. Drejt, por kjo gjë më vjen keq kur aty që tha ty a e vlerësuar ndonjëherë, kur e them unë nuk bën efektin e dur, por kur e thot një celebrity apo një person i njohur i jet setit shqiptar, ajo bën ndryshimin. Unë për shembull këto gjëra kam 15 vite që i them. Vetë shkollë më shkollë në mënyrë vullnetare për të thënë që jo vetëm që nuk ka turp, po është gjë më e mirë për ne që ta bëjmë ushqimin, vetë punoj me komunitetet e prindërve që tu themi forcon dhe aftësinë motore fëmijës që e largon nga internet. Unë kam bërë dhe një libër për këtë gjë, Rozi dhe Dormatja kërcimtare. Bashkëshorti juaj si është me këto kauza? Ndan të njëjtat kauza? Atëherë bashkëshorti im është shumë pak, është ndjekës, është mbështetës, por nuk është promotor i pari. Me fjalë sepse ma ka lënë këtë rol mua, është profesor i ekonomisë, merret shumë me pjesën ai është shumë i dhënë mbas kësaj pjesës grupeve të brishta, le të themi të shoqërisë botërore, le të themi pjesës e studion shumë këtë pjesën e vendeve në zhvillim, pjesën e vuajtjes së njerëzve nga uria, me atë merret shumë në pjesën që ka dedikuar pjesës e ekonomisë, me atë është profesor i ekonomisë, ndërsa mua më ka lënë këtë pjesën edhe ta shijoj pjesën e ushqimit. Po, do thënë që po, ndani të njëjtat kauza, për të ndajmë, po, këtë pjesën e aktivizmit e kemi të dy. Pjesën e aktivizmit e kemi jashtë mase të dy, shpeshherë kur flasim edhe në shtëpi, edhe me djalin ton, i themi shpesh, kur ndajmë ndonjëherë themi, po të na shikoj në një vllai i madh lartë, do na thonë që jemi një familje disfunksionale në këtë botën tonë, nëse do ta quanim funksionale, sepse flasim për këto kauza shumë në shtëpi. Dhe si djali i dy aktivistëve pathos? Shiko, ai është në fazën çik cinike tani, është në fazën e mbyllje, po kur ka qenë i vogël ka qenë shumë fëmijë celestial, shumë fëmijë deri në moshën 12-13 vjeç. Pastaj si duket është faza që ndryshon. Është normale që ndryshon, është shumë altruiste, shumë, po për shembull e përmenda para 2 ditësh, kur u fol diçka për punën e impaktit që japin inovacionet sot në ambient, në jetët tona, që shpeshherë edhe kush ka një inovacion që aty për aty të duket diçka që e ndihmon njerëzimin, e ndihmon një grup të caktuar të popullatës apo të popullsisë, por në long term, në jetë gjatësi, mund t'i sjellë probleme. Më kujtuan 2 fjalë ti dhe e përmenda edhe e citova edhe në një nga rrjetet e mia sociale, që më thoshte donte të bënte një projekt për ambientin shumë vite më përpara dhe më tha mami tha po e bëj këtë projektin, tha, por shiko, tha, duhet të ketë qenë 11 vjeç, e mbaj mend të mirë, dhe më thot, përpara se neve tha të shpikim diçka, është mirë që ta mendojmë 2 herë nëse shpikja do të jetë problem për të ardhmen në ambientin në të ardhmen. Dhe më kujtua Oppenheimer, i cili kur pa shpërthimin e bombës atomike e cila shpëtoi njerëzimin dhe mbaroi luftën e dytë botërore, e gjithë salla u knaq, por ai e ndjeu thellë vetes së tij të merrin që po i sillte botës. Dhe këtu më kujtua i mbir, një djalë 11 vjeçar, i cili më thoshte, përpara se ne mami të bëjmë një shpikje, duhet mendojmë mirë nëse kjo shpikje do i vlejmë në të ardhmen e ambientit dhe tokës. Sepse jo gjithmonë, ndonjëherë shokojnë dhe e drejt edhe e pash tim shoq vitën përpara e thash, më bëri të mendoj, kupton, i mbir dhe shikoj, kur më pyetët më përpara, edhe këto dhe thosha, cili është suksesi jot, në qoftë se i mbir, vazhdon të jetë me këtë mend në të ardhmen, shpresoj edhe dëshiroj po, unë këtu e kam arritur suksesin më të madh, që si nën, si prindër, të kemi nxjerrë një individ të mirë për shoqërinë. Kjo është gjë më e mirë. Ama ti një grua e drejtuar nga dashuria, më lejo dhe do ta them, këtë gjë mund të duket pak e pa edukat, po kur folëm për bashkëshortin tuaj, ti u bëre përpara me një çupulinë e dashuruar. Dhe mua më pëlqeu shumë, nuk është ndoshta edhe shumë e këndshme për të thënë, po që më bëri shumë përshtypje dhe më vjen shumë mirë për këtë.
sepse gjatë gjithë kohës, unë si një romantike dëshpëruar, gjithmonë kërkoj, sidomos kur bëhet fjalë për dashurinë, të shikoj a shkëlqejnë ato syt, a fillon, a ndihet personi përballë si një adoleshente dashuruar, apo jo, dhe mua më vjen shumë mirë që ka shumë gjëra dhe ka shumë rrugë dhe ka shumë luftë, ti ndihesh akoma, dhe këtë po e aprovoj unë, nuk ka nevojë ta thuash ti nga ajo që pash, si një adoleshente dashuruar. Jam vetëm për një gjë kurioze, nuk do të ngacmoj shumë jetën personale. Ka problem për mua. Cila ka qenë situata më e lumtur dhe më e vështirë mes jush? Kjo më shumë për t'i dhënë një shpresë dhe një mesazh të gjitha çifteve të reja, se si një dashuri që zgjat kaq shumë në kohë mund të përballojë dhe mund të kalojë, por mund të ketë dhe lumturi shumë të mëdha. Unë tim shoqe kam njohur në punë, në zyrën e UNDP-s, shumë që do më shohin e din këtë gjë. E kam njohur, ai nuk ka në shtetësinë tonë, po mua më pëlqen shumë muzika. Nuk e di ne ke vënë re, kam një pasion të jashtëzakonshëm. Edhe i përshtat, nuk shë vënë një muzik përmetar. Po, i përshtat gjërat me i fjalë, por kam një pasion të jashtëzakonshëm për muzikën. Nëse në mendjen time, unë do të isha këngëtare. Këngëtarja ime e adhurim që unë adhuroj është një kitariste dhe një këngëtare shumë e mirë quhet Joan Baez, e cila atëherë nuk e dija që luftonte për të drejtat e njerëzve, unë e dashurova si këngëtare, dhe një këngëtar tjetër shumë i madh, këngëtar dhe shkrues tekstesh, që më vonë e mora vesh ishte nga Gjenova, që është Fabrizio De André, i jashtëzakonshëm. Kur im shoq ka ardhur në punë dhe mora vesh ishte nga Gjenova, e pyetja e parë që kam thënë e njeh De André, sepse atë vit kishte ndruar jetë De André. Edhe ai u prek, unë u preka, tha si ka mundësi ta që e njeh, sepse nuk e imagjinonte që një shqiptare do njihte De Andrén. Edhe aty ka qenë shkëndija e parë që u kthye pastaj në miqësi dhe u kthye shumë edhe në dashuri më vonë. Dhe unë mendoj që ajo çka e bën një gjatësi, dashurinë ndërmjet dy njerëzve është vendosja e një bazamenti të rëndësishëm, që është dashuria, është tërheqja fizika, apo shumë gjëra tjera poshtë, të paturit përbashkët të gjërave themeltare, ato që ti do në jetën. Po, parimet njëjta, sigurisht të njëjtë. Po, ajo, shumë gjëra të përbashkëta, sepse dhe respekt. Po respekt jo se ti je një vajzë që ke bërë këtë shkolla për atë shkollë, po respekt njerëzor si grua që ti meriton vendin tënd për të qenë e lirë, dhe kjo është gjë shumë e madhe, në qoftë se ti do të funksionoj besim me njëri tjetrin, por për të qenë krenar për arritjet e njëri tjetrit, të janë gjërat kryesore, sepse po të fillojmë pastaj çfarë ai ka, si tuash gjëra kundrejt meja, apo unë kundrejt ti, për gjërat vogla ka plot në përditshmërinë tonë, unë jam natyrë që bëj shumë gjëra, ai lë gjërat është i hutuar, unë jam multitasking, ai nuk është në njerëz si ai profesori i hutuar, por që këto rinë në plan të dytë, sepse janë këto gjërat e përditshmërisë, dhe unë i them, mos i kishim pasur këto parime, ai nuk do kish vazhduar gjatë me mua, as unë pa të, sepse janë gjërat thelbësore që mbajnë një çift, që janë respekti për njëri tjetrin, liria, besimi dhe të dashurit i gjërave kryesore që ne duam për familjen tonë, që është të qenit të lirë, siç thash, por të dashurit të parimeve, me fjalë paturit parimeve kryesore për jetën, që janë këto gjëra që unë shpreh çdo ditë në punën time, dashuria për tokën, dashuria për njerëzit, dashuria për respekti për kulturën tonë. Bashkë ndonjëherë Kemi punuar një periudhë. Edhe çfarë vinte në mendje që nëse se keni bërë, po ja kështu se duke folur, duke përshkruar, se sa shumë mund të kursej një familje shqiptare duke ricikluar, me që kemi një financier. Mund të kursejmë jashtë mase, dhe unë janë disa krajina në vendin tonë që quhen për kopratës. Edhe njërë prej tyre është Gjirokastra. Im shoq vjen nga Gjenova, për kopratës quajnë gjenovezët. Ose kush, dëgjova që ti je me origjinë nga Kosova, nga babai, Gjakovarët. Po ti shikosh, 500 gjenoveze vjen. Drejt. Po ti shikosh, të gjithë këto tre, le të themi, qytete apo krajina,
janë tregtarët më të mëdhenj. Gjenovezët ka lindur bursa e parë në botë, janë tregtarë të jashtëzakonshëm dhe janë njerëz që kanë vlerësuar gjithmonë lekun dhe nuk janë koprac, janë kursimtar. Ato që thua ti, pra riciklojnë, e mbajnë gjërën sepse edhe edhin, e di çka do të thotë, kanë një punë të madhe mbas asaj që kanë prodhuar. Po të shkosh sot dhe të futesh në shtëpitë e gjenovezëve, kanë qenë republikë, kanë qenë, ose gjirokastritëve, i shikon shtëpitë e gjirokastritëve janë me stera, po të shikosh ato oxhakët e tyre janë të punuar shumë, pra kanë derdhur lek sa nuk e ke iden. Pra nuk kursen gjirokastritët për të mbajtur dhe për të krijuar ato shtëpi muze që kanë. E njëjta gjë me gjakovarët, e njëjta gjë me gjenovezët, por që e ruajnë shumë mirë. Në fjalë, mundohen ta ruajnë si sytë e ballit. Pra, të qenit kursimtar nuk do të thotë jetë koprac. Ti mund të jesh pasanik dhe e koprac, por ti jesh kursimtar, do të thotë që ti ta menaxhosh dhe ta drejtosh ushin, të respektosh punën, të respektosh lekun, të respektosh çdo gjë, çdo djersë të dedhur për çdo segment pune. Dhe këtë kanë bërë, dhe këtë duhet bëjmë dhe ne sot, sepse gjithë kjo pasuri e madhe që hidhet, shpërdorohet, dhe kemi këto disbalanca ku 1/3 e popullsisë jeton duke e shpërdoruar ushqimin dhe pjesa tjetër jeton në varfëri ekstreme, një pjesë e madhe jetojnë në varfëri se ka diçka që nuk shkon. Dhe gjithë këto luftra që ne sot, që bëhen sot, fillojnë aty te buka, te hegemonia Patjetër, më kujtohet që një nga problematika që solli Rusi-Ukrainë ishte gruri. Diskutonte njëri grurin. Po gjithë gjërat e tjera që vinë nga mbrapa janë supply, janë të gjitha mbështetëse dhe të mira që duhet sigurojnë bukën. Gjithë industria sot e madhe dhe ndër ndotësit më të mëdhej të ambientit sot që flasim është industria ushqimore. Pra çdo gjë që ka të bëjë me ushqimin. Më lajmëroj nga regjia, thonë kemi vetëm 3 minuta dhe unë nuk do doja ta mbyllim këtë intervistë pa të bërë ty një pyetje, se cila është, nuk do thoja ëndra jote, se ëndër do ngjelemi shumë romantik prap, po cila do të ishte një dëshirë shumë e madhe jotja, për cilën edhe po punon, që do të kontribonte fiks në përmirësimin jo vetëm të bujqësisë apo të prodhimit ushqimor, po edhe të, si të themi, të shuarjes së urisë më shumë se sa. Unë kam 2 ëndra që nuk e kam realizuar për arsye të shumta, edhe të mbështetjes, po edhe të një gjë që nuk bëhet vetëm nga unë. Është libri për historinë e kulinarisë shqiptare, e kam filluar me Tiranën, e kam vazhduar me Kurbinin, shumë pranë kam Vlorën, të mbyllur po është pjesa e gjithë hulumtimit dhe lëvizjes, dhe pjesa tjetër është mundësia që të kem një platformë e cila të mund të ndiqet për edukimin e brezave të rinj, ata të cilët do t'jenë ekzekutuesit dhe përdoruesit të ushqimit në të ardhmen dhe do të sjellin gjithë problematikat ose mirësit ose të mirën e ushqimit ton të flas për Shqipërinë. Dhe këtë do doja, të kisha një platformë të mirë ndjekur ku të flisnim për këto tema që ti përmend dhe i ke dhe shumë për zemër, në mënyrë që të ndiqej dhe kjo pastaj të hapej dhe në mënyrë kapilare në për shkolla, në për gjithë platformat të cilat edukojnë rinin dhe fëmijët tanë. Për këtë të fundit të premtoj njerë që kemë mbështetjen time të plotë. Do doja shumë. Besoj që të dyja ëndra do t'i realizosh shumë shpejt. Librin e kam shumë për zemër, është një libër që nuk do t'u vlej vetëm shqiptarëve të Shqipërisë, por edhe diasporës, sepse kam futur edhe gjithë Shqipërinë etnike në të, por e gjithë diasporës dhe shqiptarëve që janë larg kufive të Shqipërisë dhe dëshirojnë dhe duan kuzhinën shqiptare, e cila lidhet me produktin shqiptar, dhe për të patur vendin që kjo kuzhinë dhe kjo kulturë buknore meriton. Unë të uroj me gjithë shpirt që të realizosh sa më shpejt të dy ëndrat e tua, dhe unë do të them që pavarësisht ëndrave, sfidave, gjithë gjërat që ne folëm, mund t'i them publikut shqiptar që sot kisha një grua të lumtur në studio. Më dhe shumë mirësi, shumë dashuri, për pos preferencës time dhe pëlqimit tim për ty. Edhe unë për ty, e di shumë mirë. Shumë mirënjohëse që ishe me mua në Arëm Gruaje. Faleminderit shumë. Faleminderit juve.
Uroj që nga sot të kemi nxjerrë disa mësime, ju mos harroni të ricikloni ushqimin dhe me këtë dua të mbyll Aromë Gruaje dhe ne bashkë do të shihemi javës tjetër.